Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë supe tjetër. Supë me patate, krem patate. Vendosim patatet në tenxhere, qepët, karotat, kripën, vajin e ullirit. Dhe tani do të vendosim ujin e ngrohtë. Do t'i lëmë që të ziejnë për 8 deri në 10 minuta. Vendosim lëngun e mishit, mund të përdorni çfarë do lloj lëng mishi. Unë kam përdorur lëng pule, më pëlqen gjithmonë në supë lëng pule, ku e bëjmë perime. Pa kurkuma, sidomos në këtë periudhë tani që janë virozat, dhe do e grim të gjithë me blender për të përfituar një mas kremi. Shifni, na ka dalë super. Tani do të bëjmë kremin e supës. Vendosim një të verdh veze, do e rajmë pak që të bëhet një masë e njëjtë, një masë homogjene. Do të vendosim gjysmën e kokrës së limonit për t'i marrë lëngun. I rajmë pak prapë që të bëhet një masë, dhe tani do t'i vendosim qumshtin. Në këtë momente, kremin e kemi gati. Do të neutralizojmë temperaturën e kremit me vezën që përgatitëm. Është një supë super e thjeshtë për të përgatitur, po dhe super e shijshme. E kemi neutralizuar edhe kremin që kemi përgatitur. E vendosim ke supa dhe e trazojmë shpejt që veza mos të na pritet. Në këto ditë të ftohta, një supë e tillë do të ishte perfekte për organizmin tonë dhe për fëmijët tuaj, pa diskutim. Heqim nga zjarri supën dhe do të përgatisim tani gjalpin me specin e kuq, jo djegës po të ëmbël. Vendosim gjalpin kena, e lëm të shkrihet plotësisht dhe do të vendosim piperin e kuq. E trazojmë bashkë dhe e ngrem që mos na digjet piperi nga nxehtësia që ka plita, dhe ja ku e kemi gati. Vendosim supën në tasin përkatës, në enën përkatëse që do e servirim. Dhe siç e shihni, na ka dalë një supë e mrekullueshme. I vendosim pak nga gjalpi me gjithë specin djegës, me specin e kuq, dhe ja ku e kemi gati. Është një recetë super e thjeshtë për të përgatitur. Unë ju falenderoj pafund kushdo që e ndjek këtë videot e mia, dhe miru takofshim në videot e radhës. Supa është gati për të servitur. Ju bëftë mirë.